Du t'ju them edhe një në fund që ishim shpar me kryetarin edhe me deputetin duke pajqi këto zhvillimet këtu dhe ju e shihni që Vora po bëhet një qytet tjetër. Unë nuk e harroj ku ka marrë dhe të natë që këshëra tërmeti, ishe një tmerë. Edhe një frikë e madhe si do të zgjidhet kjo punë. Ndërkohë që njerëzit ishin të shpëruar komplet. Që ndalë gjithë nga shtëpi. Sot janë 400 ca që janë fut në shtëpia, janë dhe rreth 50 të tjerë që familje që kanë rezultuar në nevojë, po që nuk i kanë bërë aplikimet në kohë atëherë, se kemi nga kjo kategori dhe në Tiranë dhe vende të tjera, por faktikisht edhe apartamentet e reja, edhe infrastruktura e re, edhe shkollat dhe çerdhe dhe kërkesat private për ndërtime, edhe qerat këtu janë rrit, që do të thotë njerëz që kanë apartamentet i japin dhe shtëpitë, i japin dhe me qera, kur kanë dhe mundësi tjetër. Vlera e pronës të gjithëve ju është rrit, edhe do rritet dhe më shumë, dhe keni parasysh që momenti që hyn Bashkimin Evropian, sipas asaj që ka ndodhur te të gjithë vendet e tjera, prona dyfishohet. Gjëja e parë që ndodh është prona dyfishohet. Kështu që unë besoj që jemi shumë të qartë se çfarë duhet më bëhet tani, 60 ditë, 60 dhe pak ditë sa janë, duhet me marrë çdo vot për Partinë Socialiste. Çdo vot. Mundësia që rezultati i arritur, që ka qenë shumë pozitiv për hir të vërtetës, të bëhet dhe më i thellë është reale, se gjithmonë ka mundësi për më mirë, po edhe për faktin që ju keni bërë një punë shumë të mirë me votuesit në emigracion. Dhe qoftë se do t'i bashkojmë bashkë këto energji, do bëhet një rezultat i jashtëzakonshëm. Kështu që unë ju falenderoj edhe herë tjetër për gjithë punën që keni bërë. Ju lutem të fokusoheni dhe të bëni maksimumin në këto 60 ditë, që në 11 maj të realizojmë këtë gjë të madhe për Shqipërinë, për Partinë Socialiste, por edhe një merak tjetër ta nxjerrim me 11 maj, se e kam atë merak. Se nga që më kanë ligjuar mua që thosha noc rogu, mi vejnë ca profile falso aty, edhe më shkruaj noc rogu do marrësh, noc rogu. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një noc rog madhështore. Do me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Që atyre t'ju çojmë noc rogun, po një noc rog aq madhështor, sa thonë çfarë i bëm vetes që zgjum noc rog.